Ambasadori i SBA-s Tiranë, zoti Donald Lu. Çfarë përfitimi personal mund të ketë një ambasador që vjen në Shqipëri dhe largohet pas 3 vjetësh pasi mbaron misionin e tij, zoti Llallë? Nuk flasim për njerëz që janë ngulur këtu, që përfitojnë parat paligjshme apo investojnë. Flasim për një ambasador, një diplomat i cili vjen dhe largohet nga Shqipëria në përmbushje të mandatit të tij. Çfarë interesash personale mund të ketë ambasadori i SBA-s në Tiranë? Nëse një ambasador do të vinte të përmbushte detyrën e tij diplomatike dhe të ishte sërish nga vendi jon, po në atë formë nuk do kishte as një lloj problematike. Në rasti konkret, që ka qenë dhe piknisja e të gjithë debateve të mia me ambasadorin Lu ka të bëj me ngjarjen e filluar të hetimit nga prokuroria rreth gjyqësor Fier të shpërthimeve të ndodhur në pusat e naftës në zonën Patos Marinës, ku dëmtuan një numër i konsiderueshëm banesash, pronët të shtetësve të ndryshëm, pati pasojë në jetët e njerëzve, dëme të kësaj natyre, rast në cilën prokuroria filloi hetimet ndaj kompanisë Bankers Petroleum. Në rasti konkret, çuditërisht një ditë më përpara vjen në zyrën time një ndër biznesmenët kryesor sot të karburantet në Shqipëri, i cili më kërkon shqiptar apo amerikan? Shqiptar. Po? I cili më kërkon që në rastin konkret hetimet të nuk isha arsye që këto hetime të vazhdoshin, pasi ishte një rast ngjarje aksidentale e problematika të kësaj natyre. Ishte biznesmen shqiptar me një kompani kanadeze, mos gaboj. Interesat e tyre në fushën e karburanteve. Ishte një biznesmen karburantes me cilët normalisht do lidhte puna me kompaninë Bankers Petroleum. Çuditërisht, ky biznesmen më thot që nëse nuk binte dakord të nesërmen, në zyrën time do të vinte ambasadori i Shtetit Bashkuara. Ju tha biznesmeni? Po, biznesmeni ditën e parë. A mbani përgjegjësi plot për këtë që thoni, zoti Llalla? Pa diskutim. Janë të dokumentuara vizitat dhe bisedat me biznesmenin? Me të gjithë. Si që përmenda në zyrën e prokurorit përgjithshëm, bëhet e regjistruar çdo e dhënë, çdo dokumentim i veprimeve që prokurori i përgjithshëm bën në takimet me zyrtarë të ndryshëm, përfshirë edhe me ambasadorët. Si quhet ky biznesmen? Që të cilën sërish duhet ta bëjnë konfidenciale në vijim dhe ky biznesmen ju kërkoi të mbyllni dosjen e Bankers Petroleum. Ai kërkoi që hetimet të kësaj natyre nuk kishte arsye pse të vijonin për shkakun se mendonte se ngjarje natyrës aksidentale, por nuk do ta lidhte me këtë. Siç e përmenda më kërkoi, më tha që të nesërmen në zyrën time do të vinte ambasadori amerikan për këtë çështje. Dhe çuditërisht, të nesërmen asaj dite, ambasadori amerikan kërkon takim me mua. Takim në cilin mendova se ishte një ngjarje e papritur, aktshkur nuk mund të mendoj apo të dyshoj se një ambasador mund të vinte mbas, po themi, presion që mund të bënte një biznesmen shqiptar. Ambasadori në takim erdhi shoqëruar nga presidenti i Bankers Petroleum, kur ngriti sërish të një shqetësim, që ai vlerësonte se në rastin konkret prokuroria duhet pushonte hetimet për arsye se ngjarja ishte aksidentale, nëse për këtë fillimi i tij për këtë rast do të dëmtonte imazhin e Shqipërisë duke ndikuar që biznesmenët e huaj të largoheshin nga vendi.